Pas prishjeve me Ruspa në Thet, Edi Rama ka nisur fazën e 2 të planit të tij për kapjen e zonës turistike më të njohur të Alpeve shqiptare. Më 28 tetor 2025, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit hapi ankantin për shitjen e pasurive publike në qendër të Thethit me çmime 12 herë më të ulta se tregu për të kaluar në duar private që lidhen me pushtetin. Pasi rrafshoi me Ruspa bujtinat, vilat dhe shtëpi tradicionale që për dekada mbajtën gjallë turizmin vendas në Theth, kryeministri Edi Rama ka kaluar në fazën tjetër të planit, privatizimin e tokave dhe objekteve publike të zonës. Në datën 28 tetor 2025, me urdhër numër 928 fraksion 2, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit ka shpallur ankantin për shitjen e pasurive shtetërore në njësinë administrative të Thethit. Në dokumentet që disponon pamfleti, thuhet se qeveria ka nxjerrë për shitje ish bar kafe, ish dyqan veshmbathjesh, ish dyqan ushqimor, ish zyra tregtare, ish magazin të rezervave dimrore dhe ish qendrën e grumbullimit të bimëve medicinale. Të gjitha këto prona shtetërore ndodhen në zonën qendrore të Thethit, me sipërfaqe ndërtimi 649 metër katror dhe sipërfaqe trojesh 2679 metër katror, të cilat qeveria i ka nxjerrë në shitje me çmim bazë 7 euro për metër katror, një çmim absurdisht i ulët, kur tregu real i zonës është rreth 85 euro për metër. Në total, pasuritë me sipërfaqe 2796 metër katror janë vlerësuar vetëm 1.866.620 lek, ose më pak se sa kushton një apartament mesatar në periferi të Tiranës. Sipas burimeve të pamfleti, fituesi i ankantit është i paracaktuar, ndërsa procedura do të zhvillohet vetëm formalisht për të mbuluar vendimin politik. Në shkurt të vitit 2023, qeveria kishte vendosur që këto pasuri shtetërore të shiteshin, por procedurat u shtyn për gati 2 vjet, derisa u krye operacioni i prishjeve me Ruspa, që shkatroi një pjesë të mirë të strukturave turistike private në zonë. Vetëm 3 muaj pas prishjeve, qeveria i nxori pasuritë në ankant, një rastësi e shpjegueshme vetëm përmes korrupsionit të planifikuar. Skenari është i qartë, zhbërja e strukturave ekzistuese vendase për të japur rrugë investitorëve të afërt me pushtetin, me çmime 12 herë më të ulta se tregu. Tokat dhe godinat publike do të përfundojnë në duart e miqve dhe klientëve të Edi Ramos, që pritet i përdorin për ngritjen e resorteve luksoze dhe komplekseve private, duke zhdukur përfundimisht identitetin kulturor të Thethit. Thethi është një nga zonat me trashëgimi natyrore dhe kulturore më të pasur në Shqipëri. Pjesa e Alpeve shqiptare dhe e Parkut Kombëtar Theth e mbrojtur nga ligji. Megjithatë, kjo nuk e ka penguar qeverinë që ta trajtojë si pronë private të shitshme me ankant. Shitja e objekteve publike në një zonë të mbrojtur, shkelje flagrante e ligjit për administrimin e pronës publike dhe të trashëgimisë kulturore, por asnjë institucion nuk ka reaguar. Burime e brenda drejtorisë së pronave publike pohojnë se vendimi është marrë personalisht nga Edi Rama, i cili ka urdhëruar që të gjitha objektet e braktisura të kalojnë në duar private për qëllime zhvillimi turistik. Në fakt, ky është kamuflimi një grabitjeje të ligjëruar. Pasuritë shtetërore po i shiten një grupi të ngushtë biznesmenësh që veprojnë si mask për oligarkët e afërt me qeverinë. Në një kohë kur vlera e tregut në Theth ka arritur deri në 85 euro për metër, qeveria ka vendosur ta shes territorin për 7 euro për metër, pra 12 herë më lirë se vlera reale. Kjo është rrëmujë e planifikuar. Objektet dhe tokat publike u vlerësuan minimalisht për të grabitur përmes një ankanti të kontrolluar. Shitjet me çmime të tilla janë një formë e hapur e pastrimit të pasurisë publike dhe legalizimit të korrupsionit shtetëror. Nëse SPAK do të vepronte sipas ligjit, ky vendim do duhet hetohej menjëherë, sepse për shkelje të neni 258 të kodit penal për shpërdorim të detyrës dhe dëm ekonomik ndaj shtetit, ajo që nisi me Ruspa, po përfundon me ankande dhe kontrata klienteliste. Thethi, simboli i Alpeve shqiptare, po shndërrohet në një pronë private për pushtetarët dhe oligarkët e Ramos, me çmime që fyejnë çdo qytetar shqiptar. Nëse ky ankant nuk ndalet, shumë shpejt në vend të bujtinave tradicionale do të ngrihen resorte luksoze të oligarkëve dhe Thethi do të humbas shpirtin e vet për gjithmonë.